Nga Himara Sali Berisha përcolli një sër zotimesh në takime me qytetarët të zonës duke vendosur në qendër pa prekshmërinë e pronës, rikthimin dhe kompensimin e saj si dhe legalizimet. Ai shpreh mbështetje për kandidatin Fredi Beleri duke quajtur përgjigjen që Himara i dha Edi Ramës dhe theksoi se Himara historikisht ka qëndruar përballë çdo pushtimi. Nuk mund të mos përulem, ta filloj këtë fjalim me përuljen më të madhe para jush, burrave dhe grave të kësaj treve, gjyshëve, stërgjyshëve tuaja, që i keni qëndruar si vigan më të fuqishëm në çdo kohë se të tjerë të keqes. Askush s'ka qëndruar ndaj të keqes siç keni qëndruar ju, himariotët. Në një tjetër mesazh të fortë, Berisha akuzoi qeverinë për grabitje pronash në Gjipe dhe manastirin e Skutarës, duke u zotuar se Rama nuk do ta gëzojë kurrë atë tokë. Ai vuri në dukje se ligjet aktuale janë një rikthim në vitin 1946 dhe kritikoi jashtë për mënyrën si menaxhojnë prona dhe drejtësia në vend. Jam këtu për të zotuar para jush se qeveria e ardhshme, pa prekshmërinë e pronës, rikthimin, kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Sot, në Shqipëri ka ligje të cilat janë një kopje e ligjeve të 46.